رحمن رحمن ساعدني يا رحمن. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين. Të nderuar vëllezër, motra dhe miq, ju përshëndes të gjithëve me përshëndetjen islame. Assalamu alaikum wa rahmetullahi wa barakatuh. Jemi në vazhdim të zhvillimit të projektit të librave. Jemi në vazhdim të playlistës mbi intervistat bashkëkohore. Jemi më konkretisht në atë pjesë të kësaj playliste e cila trajton përplasje të ndryshme që po ndodhin aktualisht në fushën e gjeopolitikës mes qytetërimeve të ndryshme, të cilat i kemi prezantuar më herët, dhe jemi në vazhdim akoma më specifikisht tek disa intervista të analistit Dr. Andreas Krieg, prej së cilit do të përmbledhim dhe do të sjellim në gjuhën shqipe inshallah 5 intervista, secila prej tyre flet rreth ngjarjeve në lindjen e mesme, dhe pa humbur kohë vazhdojmë me pikën e parë për sot, e cila thot: intervistuesi i emisionit në YouTube The Thinking Muslim, pra muslimani që mendon, prezanton të ftuarin e tij të ditës, Dr. Andreas Krieg, për të diskutuar rreth temës me titull The Blooded Emirates 2, How the UAE Failed in Sudan. Kjo temë është quajtur kështu sepse është vazhdim i asaj që trajtuam në herën e kaluar dhe përkthehet Emiratet e Përgjakura 2, si Emiratet e Bashkuara Arabe dështuan në Sudan. Pra e para trajtonte rolin e Emirateve në disa çështje të zhvillimeve të rajonit. Kjo trajton specifikisht Sudanin, sepse paralelisht me genocidin në Gaza, aktualisht është duke ndodhur, pavarësisht se s'kemi shumë lajme të reja rreth kësaj, por në kohën kur është mbajtur kjo intervistë ka pasur shumë lajme. Pra ka qenë duke ndodhur një genocid tjetër në qytetin El Fasher, në zonën e Darfurit, pra në rajonin e Darfurit, brenda shtetit të Sudanit të Veriut, nëse mund ta quajmë kështu, mbas ndarjes që i është bërë atyre në 2 pjesë. Pika numër 2 thot: Dr. Andreas Krieg është një akademik dhe analist i sigurisë dhe gjeopolitikës, i lidhur kryesisht me King's College London, pra kolegjin mbretëror në Londër, dhe me studimet mbi lindjen e mesme. Pra, ky është i njëjti prezantim që kemi bërë për figurën e tij edhe në intervistën e kaluar, është thjesht përsëritje. Pika 3. Intervistuesi e shtron temën duke përmendur një situatë lufte të harruar, e cila aktualisht po ndodh në Sudan, ndërkohë shumicën e vëmendjes e merr Ukraina dhe Palestina. Pra kur thot shumicën e vëmendjes, do të thot tek mediat e mëdha që ndiqen në shumë pjesë të botës, veçanërisht në Perëndim, aty e merr vëmendjen më të madhe, domethënë Ukraina dhe Palestina, për shkak të rëndësisë që ato kanë në këtë rajon. Pika 4. Ai thot se është e nevojshme për publikun që të shpjegohet konflikti që nga fillimi, për të arritur më pas në analizën e situatës aktuale në rajon. Dhe kjo mënyrë se si ai i shtron çështjet, mua personalisht më pëlqen shumë, për arsye se i merr gjërat hap pas hapi, dhe po nuk i morë gjërat hap pas hapi në çështjet që kanë të bëjnë me historinë, nuk e kupton sepse ndodhin gjërat që ndodhin aktualisht në kohën tonë. Pika 5. Përgjigjet analisti se aktualisht në Sudan, që prej prillit të vitit 2025 ka përplasje të vazhdueshme midis SAF-s ose Sudanese Armed Forces, pra forcat e armatosura të Sudanit, e cila është pak a shumë ushtria e rregullt të Sudanit, por që në vetvete përbëhet nga shumë grupe paraushtarake, pasardhëse të forcave të armatosura në kohën e presidentit Omar el-Bashir, pra presidenti i kaluar i Sudanit, i cili tashmë nuk është më në pushtet, e drejtuar aktualisht nga presidenti Abdul Fattah el-Burhan dhe RSF, ose Rapid Support Forces, pra forcat e mbështetjes së shpejtë ose të ndërhyrjes së shpejtë, siç përkthehet ndryshe.
e cila është pothuajse si një ushtri e mirëfillt, ndonse jo zyrtarisht, ama me fuqi të krahasueshme, e drejtuar nga familja e ish generalit Muhammed Hamdan Dakalu Musa, i njohur ndryshe si Hamiti. Pra, ky person është një figurë shumë famkeqe në Sudan, i lidhur këmbë duar me Emiratet dhe është një nga autorët kryesor të genocidit, ndoshta edhe më kryesori, që po ndodh aktualisht në zonën e qytetit El Fasher. Pika 6. Ajo që populli priste pas rebelimit ndaj diktaturës së mëparshme të Omar Bashirit në vitet 2018 deri në 2019 ishte një lloj qeverisjeje civile, por kjo nuk u arrit kurrë. Pra, ka qenë në pushtet si fillim ky presidenti me emrin Omar El Bashir, ndaj së cilit ka pasur grupe njerëzish në popull që nuk e kanë dashur dhe e kanë shikuar si diktatoriale mënyrën e tij të qeverisjes, kanë kërkuar më shumë liri, më shumë të drejta dhe kanë dashur të ndrojnë sistemin, por fryti i ndryshimit të sistemit nuk qe ajo që njerëzit prisnin. Edhe në Shqipëri gjithashtu, kur është ndërruar sistemi komunist, frytet nuk kanë qenë ato që njerëzit prisnin. Pra me sa duket, këto skenaret e ndërrimit të sistemeve në botën islame nuk janë raste izoluar, por janë raste që përsëriten derisa njerëzit të kthjellohen 100% dhe të arrijnë atje ku duhet arritur. Domethënë tek drejtësia aq sa është e mundur që t'i afrohemi. Më pas, pika numër 7. Në atë kohë, SAF dhe RSF ishin bashkë, ndërsa tani ekziston një lloj fasade qeverisjeje civile me një diktaturë në prapasken, ku SAF është ushtria zyrtare dhe Burhani ka kërkuar Hamitit të integrohet brenda saj, por ai në formë të prerë ka refuzuar. Pra, ky lloj sqarimi bëhet nga ana e analistit për të treguar që të dyja palët në këtë rast nuk është se janë njëra e mira dhe tjetra e keqja, por janë njëra e keqja më e vogël dhe tjetra e keqja më e madhe sipas vlerësimit të shumë analizëve përveç doktorit në fjalë. Dhe mendojmë që e keqja më e vogël në këtë rast është SAF-ja në krahasim me RSF-n, në bazë të asaj se çfarë është parë në ecurinë e ngjarjeve të fundit. Pika numër 8. Ai ka fituar mjaftueshëm fuqi në shumë territore në jug të Sudanit dhe është bërë gjithashtu shumë i pasur për shkak të aksesit në burimet e vendit, multimilioner. Pra është edhe pak mohabet leku në mes, siç ndodh shpeshherë. Pika 9. Situata aktuale është e tillë që ndonjëherë njëra prej të dyjave merr një territor, pastaj e merr tjetra dhe kështu me radhë, pra nuk ka qëndrueshmëri. Pra nuk është se njëra prej këtyre dy forcave arrin ta zmbrapsë tjetrën dhe ta nënshtrojë deri në një moment që të mos ketë më fuqi të rimarrë veten apo të kundërpërgjigjet. Por një herë fiton e përsi njëra, një herë fiton e përsi tjetra. Pika numër 10. Situata është bërë më keq, sidomos mbasi RSF ka marrë kontrollin e qytetit El Fasher në krahinën e Darfurit, që është zona më e pasur me arë në Sudan edhe më gjerë. Pra kjo lloj historie në Afrikë është një histori që përsëritet prej shumë kohësh tashme, prej shumë brezash. Pika 11. Afrika është kontinenti më i pasur, por pasuritë e saj i marrin të gjitha të tjerët. As RSF momentalisht nuk është aq e fortë sa të marrë Khartoumin, pra kryeqytetin, por as SAF nuk është aq e fortë sa të marrë territoret e pushtuara të jugut. Këtu bëhet fjalë për jugun e Sudanit Verior. Pika 12. Intervistuesi përmend që njerëzit kanë tendencë ta thjeshtojnë çështjen, duke thënë që RSF-ja dhe Emiratet janë të këqij, kurse Burhani është i mirë, por pyet nëse ka realisht një të mirë ndër këto palë. Pika 13. Përgjigjet se SAF-ja mund të quhet ndoshta e keqja më e vogël, nga që nuk është përzier ende në përveprimtari kriminale si RSF-ja, por asnjëra prej këtyre dy forcave nuk do t'u ofronte sudanezëve një qeverisje civile, gjë që është ajo që populli kërkonte me rrëzimin e Beshirit. Pika 14. Ndërkaq RSF-ja është përfshirë në genocidin e xhanxheujve në Darfur, udhëhequr nga Hamiti, ndaj konsiderohet si e keqja më e madhe dhe vazhdon në të njëjtën linjë. Pika 15. E pyet intervistuesi se me çfarë ka të bëjë ky genocid.
Pika 16. Përgjigjet se ky ka qenë një genocid mbi bazë raciste, kryesisht sipas ndarjes së sudanezëve arab dhe sudanezëve të zinj, gjë që ka mbetur si pasojë e këtyre kufive të panatyrshëm që ka krijuar Perandoria Britanike në kohën e vet nëpër territoret afrikane. Pra këto janë akoma gjurmë të ndikimit negativ të errët europian në këtë kontinent. Pika 17. Ne që jemi europian, domethënë këtë e themi me shumë turp, sepse nuk dëshirojmë që historia e kontinentit tonë të jetë e tillë e mbushur me padrejtësi, por e vërteta është që historia e kontinentit tonë ka nga të gjitha llojet e ngjarjeve brenda. Ka dhe ngjarje shumë të admirueshme dhe shumë të lavdërueshme, për të cilat inshallah do të flasim më detajisht në vijim. Ka edhe gjëra që janë shumë për të turpëruar, pra shumë gjëra negative dhe që i kanë rënë shumë herë më qafë të tjerëve. Dhe mund të themi që territori i Europës ka qenë një teatër përplasjesh ndërmjet së mirës dhe së keqes, pak a shumë që nga koha e Isës alayhis salam dhe vazhdon deri sot e kësaj dite dhe do të vazhdojë edhe më tej. Pika 17. Ka pasur rebelime ndaj Beshirit në Darfur, në të cilat ai ka dashur t'i eliminojë dhe të mos negociojë me ta. Rrjedhimisht ka vendosur të ndërtojë një forcë jo zyrtare që do të merrej me këtë punë, në mënyrë që të dukej sikur s'kishte të bënte fare me ta dhe me genocidin apo sikur nuk dinte gjë. Këtë lloj taktikash i përdorin shumë pushtetar, mirë po këto nuk mashtrojnë askënd përveç se dikujt që është totalisht mendje lehtë dhe s'merr vesh fare nga asnjë lloj fushe, sepse me një studim minimal të gjërave e kupton që është e pamundur që ata të mos dinë gjë apo të mos kenë mundësi të lëvizin asnjë gisht. Pika 17. Pika 18. Kjo forcë u ndërtua me ushtar kryesisht musliman dhe u përdor kundër rebelëve dhe civilëve kryesisht të krishterë dhe u kryen shumë krime, por nga që në të njëjtën kohë po ndodhte edhe pushtimi i Irakut dhe Afganistanit, kjo u la disi në harres. Pika 19. Hamiti ka qenë me pozitë te ky grup dhe më pas kjo lëvizje u shpërbye duke u kthyer në një grup të mirëfillt para ushtarak. Pika 20. Qyteti El Fasher është pika kyçe strategjike për kontrollimin e Darfurit si rajon, gjithashtu për të depërtuar në pjesën jugore të Sudanit, e cila është zona më e pasur me naftë dhe me burime, po ashtu edhe nëse mendon në një ofensiv kundër Kurtumit, pra kryeqytetit. Kështu që kjo nuk është gjë e vogël, domethënë as për njërin palë as për tjetrën. Pika 21. E pyet intervistuesi se përse ushtarët e RSF-s e filmojnë veten duke bërë krime dhe mburren me veprimet e tyre të këqija. Pra pak a shumë këta bëjnë atë gjë që bëjnë izraelitët. Mund të themi ndoshta që janë budallënj të dyja palët, mund të themi thjesht që janë shejtan të dyja palët, mund të themi edhe të dyja gjërat njëkohësisht, por ka edhe arsye strategjike nga ana e tyre për të cilat e veprojnë këtë gjë, siç e përmend analisti më poshtë. Pika 22. Përgjigjet se ndryshe nga konflikti i Gazës ose konflikte të tjera bashkëkohore ku hidhen bomba dhe vdesin ose plagosen shumë njerëz njëkohësisht, në Sudan kemi të bëjmë një genocid si në kohët e vjetra, ku vrasësit dhe viktimat qëndrojnë ballë për ballë pranë njëri tjetrit dhe kuptohet që vuajtja në këtë rast është më e madhe. Pra, vuajtja për qytetarët sudanez është më e madhe në këtë aspekt në krahasim me vuajtjet e banorëve të Gazës, por banorët e Gazës kanë disa aspekte të tjera në të cilat u akalojnë banorëve të Sudanit. Pika 23. Mund të shohim këtu skena ku gratë ose fëmijët vriten ose torturohen përpara familjeve të tyre, po ashtu ka pamje satelitore të grupeve të njerëzve të gjakosur të shpërndarë nëpër tokë. Pra imagjino se çfarë horrori që zhvillohet në botën tonë bashkëkohore që ne e mendojmë sikur është shumë e qytetëruar dhe shumë e përparuar. Pika 24. Ky është një mesazh me qëllim dorëzimi për ata që mund të jenë viktimat e radhës në mënyrë që të shuhet çdo rezistencë ndaj RSF-s. Pika 25. E pyet intervistuesi se si ti përgjigjemi faktit që Emiratet mohojnë shumicën ose gjithë lidhjet me RSF-n dhe krimet në Sudan.
Pika 26. Përgjigjet se çdo gjë është e mirë dokumentuar nga gazetar profesionist në terren, është paraqitur në New York Times dhe dihet me hollësi rrjeti i bashkëpunimit. Pra, Emiratet e maskojnë me shumë maska, me shumë shtresa veprimtarinë e tyre, mirë po prapse ata që janë të kujdesshëm në kërkimet që bëjnë, arrin që t'i zbërthejnë këto maskime. Ajo që do shtuar për çështjen e genocidit të xhanxheujve në Sudan, të cilin e përmendi doktor Andreas Krieg më herët dhe thjesht u cek për arsye se i përket së shkuarës, por nuk u zbërthye me detaje, është që ky është i vetmi genocid që unë di në historinë e gjithë këtyre 2000 vjeçarëve të fundit, në të cilin muslimanët kanë kryer genocid ndaj të krishterëve. Domethënë ndaj një popullsie tjetër e cila është jo muslimane. Historikisht muslimanët kanë qenë jashtëzakonisht tolerant ndaj të gjitha kategorive të popullsisë, kudo që kanë pasur ata sundimin dhe pushtetin. Veçanërisht këtu mund të përmendim khalifatin në kohën e arabëve dhe më pas në kohën e osmanëve, ku drejtësia ka qenë e admirueshme për popujt e tjerë prezente në këto vende. Mirë po, në këtë rast jemi të detyruar ta pranojmë atë që është realitet, që në Sudan këta krahu i xhanxheujve, domethënë i krahu jo zyrtar i Omer Beshirit, kanë kryer një genocid kundër popullatës së krishterë të asaj zone. Dhe kuptohet që ne i refuzojmë padrejtësitë në çfarëdo lloj rasti dhe kur i bëjnë ata që në thonjza janë tanët. Mirë po, në të njëjtën kohë ne marrim me mend se çfarë niveli devotshmërie mund të kenë njerëz të cilët bëjnë veprime të tilla. Sepse veprime të tilla bien ndesh me Kuranin në gjëra tepër bazike dhe tepër të qarta dhe tepër kërcënuese në Kuran. Për shembull, Allahu thot në ajetin ku tregon për ndalimin dhe peshën e vrasjes së njeriu pa të drejtë, e krahason atë sikur të vritet gjithë njerëzimi. Aq i madh është gjunahu i personit të cilit vret dikë pa të drejtë. Ennehu men qatala nafsan bighayri nafsin aw fasadin fil ard fakannama qatala an-nasa jami'a. Pra ai i cili vret dikë pa të drejtë, pa bërë ndonjë krim të tillë të mëparshëm, që ta meritojë si ndëshkim të barabartë, apo pa bërë shkatrim në tokë, është një lloj sikur i ka vrarë gjithë njerëzit. Wa man ahyaha fakannama ahya an-nasa jami'a. Dhe kush shpëton një jetë është sikur i ka shpëtuar njerëzit të gjithë. Pra, ky lloj ajeti dhe të tjerë të ngjashëm me të që kërcënojnë me ndëshkim në ahiret personin që bën padrejtësi të këtij niveli, këto janë nga gjërat më bazike që i dinë njerëzit edhe pa qenë në fe fare. Domethënë nuk ka nevojë domosdoshmërisht që njeriu të jetë praktikant apo i thelluar në dije në ndonjë fe për të ditur këto gjëra. Por se kuptohet që feja të jep akoma më shumë motivim për të qenë ti i drejtë edhe për t'ju përmbajtur asaj që ti e di që është e mirë ose për të ruajtur nga ajo që ti e di që është e keqe. Mirë po ja që në rastin konkret domethënë kemi të bëjmë me një grup njerëzish që janë musliman, por që kanë bërë këtë lloj gjunahu të tmerrshëm dhe vazhdojnë të bëjnë tani të njëjtin gjuna kundër muslimanëve të tjerë. Kështu që këta domethënë nuk është se kanë kufi, nuk është se atë vepër e kanë bërë thjesht ndaj jo muslimanëve dhe po kursejnë vëllezërit e tyre. Faktikisht ata e bëjnë këtë gjë me të gjithë dhe kjo tregon që feja e tyre është cop-cop, domethënë niveli i tyre i devotshmërisë është cop-cop. Me siguri mund të themi që nëse ata nuk pendohen për këtë lloj gjunahu, ka për t'i pritur një ndëshkim shumë i rrept në ahiret. Dhe është shumë e vështirë të pendohesh kur zemra nxihet nga gjunahet të mëdha të cilat bëhen rresh njëra mbas tjetrës. Është pothuajse e pamundur për personin sepse nuk e mundëson Allahu një zemër të tillë që të pastrohet. Ndërsa kur zemra ka elemente të mira dhe ka edhe elemente të këqija, ka akoma shpresa për personin që ta marrë veten para se zemra të vuloset. Megjithatë, ne dëshirojmë mbi të gjitha që të ndalojnë këto padrejtësi që janë duke u zhvilluar, qoftë ndaj muslimanëve, qoftë ndaj jo muslimanëve, pra ndaj njerëzve në përgjithësi, dhe të kthehet çdo gjë në normalitet, qoftë në Sudan ose qoftë në vendet e tjera. Kur shikojmë këto gjëra që ndodhin nëpër botë, e kuptojmë që situata jonë në vendin tonë me gjithë tëmetat që ka realiteti ku ne jetojmë në Shqipëri, situata jonë është lule në krahasim me ta,
por se nuk është për t'u lakmuar gjithsesi nëse marrim në konsiderat të gjithë faktorët që janë rreth e rrotull nesh. Pra edhe situata jonë ka nevojë për shumë përmirësime, jo pak. Më pas pika 27. Nga ana tjetër, ekziston një mohueshmëri e duartrokitshme sepse është aktivitet goxha i mirë maskuar me disa shtresa distance hierarkike nga politika e Abu Dhabit. Pika 28. Megjithatë, aktiviteti i tyre ekonomik dhe ushtarak është i regjistruar mjaft hollësisht si në Sudan, ashtu edhe në vendet e tjera dhe është goxha i vjetër që nga 2010 afërsisht. Pra i bie që ata kanë 16 vjet tashmë, se jemi në 2026, që vazhdojnë të zhvillojnë aktivitete të tilla të errta, të cilat i kanë rritur në formë graduale dhe jo për një herësh. Pra kanë menduar për këtë ditë, por problemi është që kanë menduar për keq dhe nuk kanë menduar për mirë. Pika 29. Hamiti në atë kohë është dalluar mes xhanxheujve dhe është forcuar në çdo aspekt. Familja e tij janë miliarder, pasurinë e ruan në bankat e Emirateve, që nuk të pyesin se nga vijnë parat, qarkullon arin e Darfurit për në Dubai dhe ka biznese të shumta. Pika 30. Ka qenë gjithmonë objektiv që Darfur të kontrollohet vetëm nga RSF, dhe qeveria e Sudanit të mos ketë mundësi të hyjë fare në atë territor, siç kanë vepruar Emiratet edhe në Yemen dhe në Libi, dhe këto gjëra i kemi përmendur më herët. Pika 31. E pyet intervistuesi se pse është kaq i rëndësishëm Sudani për Emiratet. Pika 32. Përgjigjet se është çështje ndikimi gjeopolitik për shkak të pozitës gjeografike që Sudani gëzon. Pika 33. Ai të hap rrugën e përparimit në Afrikën subsahariane, domethënë poshtë Saharas, në Uganda, në Etiopi, në Somali, ka dalje në detin e Kuq dhe është shumë vend i pasur. Pra është si të thuash qendra nga e cila mund të dalësh në gjithë cepat e Afrikës dhe të shtrish domethënë ndikimin tënd atëherë kur e ke si objektiv ta bësh. Pika 34. Pra çdo kush që dëshiron diçka në Sudan, Kina apo të tjerë për shembull, duhet të trokasi tek Emiratet për ta realizuar. Pika 35. Ndërkohë zyrtarisht prezantojnë vetëm luftën kundër terrorizmit. Pra kanë imituar shumë mirë domethënë shokët e tyre, kolegët dhe bashkëpunëtorët Qifut. Pika 36. Bëjnë me vllazërinë muslimane atë që bën Izraeli me Hamasin, pra i akuzojnë të gjithë ata që nuk i pëlqejnë si terroristë. Izraeli ka zakon që dhe po të përballet me dikë që se mundot me argumenta në Amerikë apo në Europë, i thot direkt ti je Hamas. Nuk i thot ti ke gabim këtu për filan arsye se është filan argument, po direkt ti je Hamas, ky është Hamas, ai është Hamas, ky është Hamas, gjithë Hamas. Ndërkohë që Hamasi shkret mezi ka njerëzit e vet aty ku i ka në Gaza. Ndërkohë kundërshtarët e Hamasit e kanë rrjetin e tyre toksik dhe kancerogjen të përhapur në gjithë botën. Pra si mund të mendohet që është çdo kush Hamas, përkundërzi është më lehtë të jetë çdo kush Izrael dhe çdo kush sionist sesa të jetë çdo kush Hamas. E njëjta gjë me taktikën e Emirateve. Ata i thonë çdo kundërshtari që nuk i pëlqen dhe nuk e mundin dot në debat, ti je me vllazërinë muslimane. Pra me këtë gjë i vën vulën diskutimit edhe e mbyllin me aq. Pika 37. Ndërkohë dihet shumë mirë që SAF-ja dhe Burhani nuk janë pjesë e vëllazërisë muslimane, por se ky u shërben Emirateve si pretekst për të ndërhyrë. Pika 38. E pyet intervistuesi se pse friksohen kaq shumë Emiratet nga islamistët. Kur përmendet termi islamist, nuk kuptojnë ata të cilët e shtrinë fen në nivelin politik. Pika 39. Kemi thënë më herët që feja i përfshin të gjitha, dhe politikën edhe jetën e njerëzve të thjeshtë dhe çdo aspekt që ka jeta njerëzore, por se është shumë më e gjerë domethënë se sa po të kufizohet vetëm në një sferë të caktuar. Pika 39. Përgjigjet se ata kanë frikë nga çdo lloj i shoqërisë civile, jo vetëm atë islame, dhe ndihen komod duke pasur një person besnik si Hamiti apo Haftar në dispozicion.
Pika 40, vota e qytetarëve u prish punë atyre, sepse mund të zgjidhen në udhëheqje islamistët, të cilët mund të mendojnë më shumë për popullin sesa për interesat e pushtetit dhe mund të kenë këndvështrim panislamist për botën. Ky këndvështrimi panislamist do të thënë këndvështrimi i umetit, që të mendojnë domethënë për të bashkuar forcat me muslimanët e popujve të tjerë dhe jo vetëm me muslimanët apo me popullin brenda vendit. Pika 41. Momentalisht edhe vendet e Europës dhe Amerika po thonë se e din atë se çfarë po bëjnë Emiratet, por nuk po tregojnë të gatshëm të ndërhyjnë apo ta antagonizojnë këtë qeveri, sepse ata janë tashmë goxha të fuqishëm dhe kanë investime edhe në vendet tona, domethënë Emiratet për fjalë. Pika 42. Trump është i vetmi që ka mundësi të shprehet haptazi për këto çështje dhe e ka bërë në disa raste, por ai ka një mënyrë jo si ajo e vjetra e të bërit të gjërave në politikën amerikane. Pika 43. Ai dhe qeveria e tij u delegojnë shumë punë vendeve të rajonit, për shembull Saudis, Katarit e tjerë, dhe po përdorin rrjetet e tyre të besuara për shumë punë. Pika 44. Në rastin e Sudanit, ata ja kanë deleguar këtë punë Emirateve si lojtar i besueshëm, por më pas është shprehur që kjo dukuri duhet të ndalojë. Pika 45. E pyet intervistuesi për pozicionin e Saudis në raport me këto. Pika 46. Përgjigjet se këto projekte kanë nisur si të përbashkëta mes Saudis dhe Emirateve, por rrugës kanë ndryshuar drejtime. Pika 47. Emiratet kanë vepruar haptazi kundër Saudis dhe saudianët janë kundërpërgjigjur në disa raste. Pika 48. Emiratet duan thjesht coptim dhe kontroll territori, burimesh dhe ndikim, kurse Saudia dëshiron edhe një farë qëndrueshmërie dhe zhvillimi ndryshe prej tyre. Në rastin konkret, në nivel politik, edhe qeveria e Saudis nuk është se është e mirë, të dyja palët të këqija janë, qoftë e Saudis, qoftë e Emirateve. Për shkak se nuk janë ashtu siç mund të imagjinojnë disa prej muslimanëve, se kur ata janë njerëz të devotshëm dhe se kur i mirë menaxhojnë gjëra duke ju friksuar Allahut. Përkundrazi, reformat që ata kanë bërë në të dyja këto vende janë reforma shumë negative në raport me fen, sidomos në vitet e fundit. Për Emiratet është çdo gjë shumë e mirënjohur, por dhe në Saudi, po ta njohësh realitetin se si funksionon, ka bërë shumë hapa mbrapa në raport me fen, për fat keq, dhe lutim Allahun që kjo të përmirësohet. Dhe të dyja kanë ndikuar negativisht edhe në Afrikë dhe në gjithë të rajon që ne po përmendim, gjithashtu dhe në Gadishullin Arabik në shumë raste, por se nuk janë të dyja të barabarta. Në këtë rast, qeveria e Saudis deri tani paraqitet si një e keqe më e vogël se sa qeveria e Emirateve. Këtë ka për qëllim domethënë të nxjerrin në pa edhe analistin me këto pika që sapo trajtuam. Më pas pika 49. Edhe Saudia dikur bëri gabime të ngjashme, por tani po kujdeset edhe për diplomacinë dhe paraqitjen para publikut. Pika 50. Emiratet po ngjajnë edhe me Izraelin në disa gjëra, të cilët bëjnë krime dhe janë mësuar tashmë me opinionin publik kundër vetes dhe vazhdojnë të mohojnë krimet e bëra. Faktikisht kjo çështja e Izraelit është shumë interesante, domethënë sepse të gënjejnë sy për sy, të bëjnë për budalla, dhe pse e shikoni gjithë bota domethënë që janë kriminal, janë popull dhe qeveri kriminale, nuk është se është vetëm qeveria dhe ushtria, është i gjithë populli i brymosur domethënë me atë lloj mentaliteti të shejtanzuar, dhe interesante është që vazhdojnë të mohojnë gjërat dhe kur njerëzit e kanë parë se si është realiteti, sepse tashmë njerëzit arrin ta shohin. Dhe ishte një shprehje e bukur të cilën e kam hasur diku në rrjetet sociale, që thoshte ata e dinë që gënjejnë. Edhe ne gjithashtu e dimë që ata gënjejnë. Po ashtu dhe ata e dinë që ne e dimë që ata gënjejnë, por prapse prap vazhdojnë vetëm gënjejnë. Pra kjo shprehje është perfekte për ta përkufizuar veprimtarinë e sionistëve, qoftë në Izrael apo në koburet e Izraelit në përbot që është Amerika dhe Europa, dhe po ashtu edhe Emiratet ndjekin të njëjtin model. Dhe pse njerëzit e dinë që ata gënjejnë, edhe ata prap vazhdojnë gënjejnë. Pika 51. Me pyet intervistuesi
për raportin që Emiratet kanë me Izraelin. Përgjigjet se raporti ka qenë shumë i fortë, por tashmë ka ngrirë dhe nuk është në rritje, pra është thjesht konstant, që prapë është gjë shumë e rëndë. Pika 53. Edhe Shqipëria në kuadër të kësaj është në një pozicion shumë të keq, domethënë po i forcon marrëdhëniet me këtë shtet genocidial pikërisht në këtë kohë që të gjitha shtetet po distancohen prej tij dhe ky është një turp i madh domethënë për ne si shqiptar dhe lutem Allahun që kjo gjë të ndërpritet dhe të azhësohet sa më shpejt, sepse kjo gjë e vë Shqipërinë në rrezik ekzistencial që s'ka qenë ndonjëherë përpara. Pika 53. Përpara luftës në Gaza, ata janë deklaruar në mbështetje të akordeve abrahamike dhe kanë përdorur këtë kartë për të fituar mbështetje nga lobet izraelite në Amerikë dhe kjo ka funksionuar shumë mirë dhe vazhdon të funksionojë akoma. Pika 54. Kjo ndryshoi që nga 7 tetori e tutje, pra kur filloi tufani Aksa, sepse ka njerëz nga veriu i Emirateve dhe nga Dubai, të cilët publikisht e kritikojnë Izraelin për Gazën, ndonse nuk e cënojnë qeverinë e vendit dhe as nuk u lejohet kjo gjë ligjërisht. Pika 55. Kështu, qeveria filloi ta ngrinte marrëdhënien dhe ta ulte pak presionin e popullit nga vetja. Pika 56. E pyet intervistuesi në lidhje me ndjenjen antipalestineze që shikohet në disa raste në Emirate. Pika 57. Përgjigjet se qeveria friksohet se ndjenjat pro-palestineze në popull mund të kthehen në një motor aktivizimi për lëvizje antiqeveritare për të prishur akordet abrahamike ndaj përpiqjen që t'i shëshojnë. Ndërkohë ne lutim Allahun që këto ndjenjat pro-palestineze të përhapen sa më shumë në gjithë botën, sepse këto janë një nga gjërat më pozitive që i kanë ndodhur botës në kohët e fundit, madje prej shumë kohësh. Unë personalisht e kam thënë shumë herë dhe vazhdoj ta përsëris që nuk di ndonjë gjë që të krahasohet me dukurinë e tufanit Aksa që ta ketë ndërgjegjësuar njerëzimin kaq shumë sa kjo. Nuk di domethënë diçka të kësaj natyre në shekuj ndoshta. Pika 58. Gjithsesi, popullsia e thjeshtë e vendit është me Palestinën, përveç disa influencerave të paguar për të paraqitur si sionist para publikut. Këta janë njerëzit më pavlerë domethënë dhe më jo meritor për vëmendje. Pika 59. Qeveria e Emirateve po e anashkalon imazhin e parë që ka pasur vëllazëria muslimane në kohën e themeluesit të saj Hassan el-Banna dhe i referohet vetëm Seid Kutubit, duke pretenduar se çdo kush që simpatizon vëllazërinë sot ndjek Seid Kutubin dhe rrjedhimisht quhet direkt terrorist. Pika 60. Kjo u leverdis atyre dhe izraelitëve për goditjen e shoqërive civile muslimane. Pika 61. Sot vëllazëria muslimane në Egjipt pothuajse është shpërbër, ndonse mund të ketë mbetur në një fraksion jashtë vendit, por që nuk përbën dot rrezik as për qeverinë egjiptiane dhe jo më për Emiratet, jo. Pika 62. Versioni i fesë që kjo qeveri preferon pasqyrohet qartësisht te Këshilli i Fetvave të vendit, i cili propagandon një islam të qetë që merret me adhurim dhe spërzjehet me problemet sociale dhe me politikën, sepse ato janë gjëra që i dinë pushtetarët. Pra kjo është feja e shpikur nga mbreti, mund ta quajmë. Pika 63. Dietarët duhet të merren vetëm me xhamin dhe gjërat e xhamisë dhe jo me atë çfarë ndodh përjashta, sepse s'është kompetencë e tyre. Ndërkohë që Islami ka ardhur për ta përmirësuar çdo aspekt të jetës njerëzore dhe jo vetëm ato çfarë ndodhin në xhami. Pika 64. Një përfaqësues shumë i mirë i këtij drejtimi është sekti Sufi, por kohët e fundit po e merr flamurin sekti Medkhali me origjinë nga Arabia Saudite, por i përhapur edhe në Emirate dhe më gjerë. Tani unë këtu duhet të shtoj që sekti Medkhali jo po ja merr flamurin sufive, por ja ka marrë me kohë flamurin sufive dhe po e valvit atë shumë më lart dhe shumë më fort se sa sufit, sepse ata në çdo gjë domethënë edhe i mbrojnë interesat e mbretit, ndërkohë që sufistët mund të jenë thjesht pasiv. Ata nuk janë thjesht pasiv, domethënë që të mos reagojnë, por këta reagojnë në favor të së keqes, por duke e maskuar me keq interpretime të fesë për ta nxjerrë, për ta bërë të duket se kur çdo gjë përputhet me atë që dëshiron mbreti,
dhe me mënyrën që dëshiron mbreti dhe kur mbreti është i padrejtë. Ndërkohë që një gjë e tillë është e refuzuar nga muslimanët anë mban botës dhe absolutisht nuk e predikon feja një gjë të tillë. Përkundrazi, edhe njeriu i thjesht kur është gabim, edhe mbreti kur është gabim. Pra nuk e bën feja të mirë një gjë, vetëm se atë gjë e bën një njeri me pozitë, para, pushtet, famë apo çfarëdo qoftë. Pika 65. Ata kanë dalë në pa më së shumti në Libi, në krah të Haftarit dhe kanë një model ku ti duhet të ndjekësh verbërisht prisin e vendit, sado diktator që mund të jetë dhe nuk të bëjnë më përshtypje pastaj krimet që bëhen në emër të tij, sepse je indoktrinuar. Faktikisht sekti me të Khalive është aktiv në gjëra negative gjithandej nëpër Afrikë, por për fat të keq është përhapur gjithandej edhe nëpër Europë dhe në Amerikë, në shumë vende, kudo që ka hyrë ka përçarë çdo xhamat që ka tepërtuar dhe është sekti më i lidhur me mukhaberatet, me shërbimet informative të vendeve përkatëse. Kryesisht nuk po flasim për raste ku shërbimi informativ bën detyrën e vet dhe mbron sigurinë e qytetarëve, por po flasim për ato raste ku i bie mqaf qytetarëve. Pra, këtë lloj gjëje negative e ka marrë përsipër si detyrë sekti me të Khali në nivelet e tij të larta të hierarkisë në mënyrë të vetëdijshme, në nivelet e ulta të hierarkisë, pra në nivelet e xhamateve, në mënyrë të pavetëdijshme, thjesht nëpërmjet indoktrinimit. Por kjo nuk është një gjë e re në historinë e Islamit dhe muslimanëve dhe as në historinë e krishtërimit ose të feve të tjera. Kjo është një gjë që xhefutët e kanë aplikuar shumë herë. Pra që kur nuk e kanë prishur dot nga jashtë një armik të caktuar, janë përpjekur ta prishin nga brenda. Dhe këtë gjë kanë bërë me krishtërimin më herët nëpërmjet figurës së Palit, i cili ka pretenduar se ka pranuar fenë e Mesihut, Isës alayhis salam, dhe pastaj direkt e ka deformuar. Të njëjtën gjë kanë tentuar të bëjnë në Islam me Abdullah ibn Seben, i cili menjëherë sa pretendoi se pranoi Islamin, filloi direkt të fuste devijime dhe dolën prej devijimeve të tij nga rruga e drejtë Khawarixhët dhe më pas Shiat dhe u krijuan gjithë ato lloje të ndryshme trazirash. Pra kjo është një gjë që është e vjetër në histori, është përsëritur shumë herë dhe përsëritet sot e kësaj dite, por muslimanët duhet të jenë të kujdesshëm që t'i identifikojnë këto lloj figurash dhe të distancohen prej tyre dhe t'i porosisin edhe të tjerë që të distancohen prej tyre. Ndërkohë, xhamatet e thjeshta që ndjekin dhe janë ndikuar nga këto lloj ideologjish, duhet me mirësjelljen maksimale, me tolerancën maksimale, me dashamirësinë maksimale, t'i ftojnë që të rikthehen në normalitet dhe të rikthehen në sunet, sepse kanë shkuar jashtë sunetit pa e kuptuar. Dhe e lutem Allahun që ta asgjësoj kurthin e këtij sekti dhe të atyre që drejtojnë këtë sekt dhe ta kthejë çdo gjë në normalitet. Pra ne flasim pak emocionalisht kur flitet për këtë gjë, sepse këtë problematikë kemi prezente edhe në vendin tonë gjithashtu. Madje për mendimin tim nuk mendoj që ka sekt aktualisht në botë në të cilin investohet më shumë se sa sekti me të Khali. Megjithatë e konkurrojnë atë deri diku sekti atyre që e teprojnë në tekfir, kryesisht modeli i ISIS, edhe ata kanë pasur shumë investim, po ashtu sekti i gylenistëve në vende të tjera, të cilët gjithashtu domethënë janë shumë famkeq. Të gjitha këto grupe janë famkeqe, secila në mënyrën e vet, në rrethanat e veta. Ne lutim Allahun që ta pastrojë Islamin dhe muslimanët nga këto dukuri dhe ta përmirësojë gjendjen e tyre në përgjithësi. Pika 66. Ajo që më bën përshtypje thot është se Emiratet nuk e korrigjojnë ndonjëherë diçka që dallohet që kanë bërë gabim. Pra janë kokfort dhe këmbgulin tek gabimi. Pika 67. Ata kanë mundësinë ta përdorin për mirë ndikimin që kanë fituar në vendet që u përmendën, por nuk e di pse nuk e bën këtë. Pika 68. Nëse do ta bënin, kjo do të kishte ndikim pozitiv te popullsia vendore mbi të gjitha, por edhe në nivel ndërkombëtar. Pika 69 e falenderon për intervistën dhe e mbyllin emisionin. Po ashtu dhe ne e mbyllim videon e sotshme duke i kujtuar shikuesit të gjithë që të na ndihmojnë me nga një subscribe, like edhe share. I përshëndesim të gjithë. Subhanakallahumma wa bihamdik, wa ashhadu an la ilaha illa anta, wa astaghfiruka wa atubu ilayk. Rahman, Rahman.